Rrëfimi i Mitat Frashërit në vitin 1946. Ja çfarë pret Shqipërinë. Enver Hoxha edhe banda e tij përgatisnin plane në ç'mënyrë ta bëjnë Shqipërinë një provincë serbe. Edhe mbasandaj kanë guximin të thonë se kanë luftuar për lirinë e Shqipërisë. Më poshtë mund të lexoni një letër të Mitat Frashërit shkruar në Mërgim më 1 dhjetor të vitit 1946, plot një vit pasi komunistët kishin ardhur në pushtet në Shqipëri. Kjo ishte një thirrje për të mos i besuar komunizmit, që ai e quan një koler që shkatëron shpirtin e njeriut. Letra na zbërthen çdo pikpamje të tij mbi situatën e krijuar pas luftës së dytë botërore, shqetësimet e tij, revoltën, trishtimin dhe parashikimet mbi sistemin e ri që po vendosej në Shqipëri. Kundërshtari i Partisë Komuniste, Mitat Frashëri, u detyrua që në nëntor të vitit 1944 të largohet nga Shqipëria dhe të vendoset në Itali, ku edhe mendohet se është shkruar kjo letër. Më poshtë, letra e plot. Për miqtë e mi të Amerikës, të dashur miq, kemi 2 vjet që u detyruam të largohemi nga Shqipëria dhe të bëhemi refugjat. Sot, në tokën e Mërgimit të anës perëndimore të Adriatikut, jemi afër 750 shqiptar, në mes të cilëve edhe gra, kalamanj e pleq. Në Greqi janë 800 refugjat të tjerë, të larguar nga dheu, mezi të shpëtuar nga masakrat, despotizma dhe tmerri që kanë mbuluar Shqipërinë. Këta 1500 refugjat janë nga të gjitha anët e Shqipërisë, Konispoli, Shqipëria e Mesme dhe e Veriut, edhe një numër i madh nga Kosova. Që 2 vjet, kujdesi ynë i parë ka qenë të hymë në korrespondencë me miqtë dhe farefisin që kemi në vendet e largëta, Australi, Turqi, Egjipt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por veçanërisht në këtë të fundit, ku ndodhet kolonia jonë më e madhe. Shqipërinë e lam në tyme në flak. Komunizma përgatitej të festonte triumfin e saj në mënyrë komuniste, domethënë duke therrur, pushkatuar, mbytur, vrarë, torturuar gra, burra, djem, çupa të mëdhenj të vegjël dhe sidomos të pafajshëm. Deshëm të tërheqim vërejtjen e vëllezërve tanë që ndodhen larg dheut dhe që nuk kishin pasur mundësi të informohen dhe të kuptojnë të vërtetën. Kjo nuk na duke një çudi as edhe një gjë e mosbesuar, se të paktën 3 radio të mëdha në gjuhën shqipe ishin në favor të komunistëve dhe bënin propagandën e tyre. Por ne na duhet të shpejtonim që të shpëtojmë opinionin e shqiptarëve që ishin larg dheut. Kishim për detyrë të ndriçonim mendjet e tyre dhe të vijeshim në shërbim për çdo informat që ata mund të kishin nevojë. Ata që kishin mbetur në Shqipëri mund t'i quanim që të gjithë si të mjerë, të burgosur me zinxhir në këmbë dhe me litar në gryp. Kishim nevojë një ore më parë të shpëtonim nga robëria, në mos materiale, por morale, kolonitë tona. Bëm thirrje në ndjenjat patriotike dhe njerëzore të miqve tanë të largët. Gjithë shpresën e mëkëmbjes madhe e kishim te kolonia juaj, se ju rroni në një vend të lirë, në një qeverisje liberale. Ju ishit larg tiranisë, larg despotizmës edhe larg diktaturës kuqalashe. Nuk kishit në Shtetet e Bashkuara asnjë Mehmet Shehu, asnjë Enver Hoxha, asnjë Tito. Pastaj kujtonim edhe patriotizmën tuaj të viteve 1919 dhe 1920. Kujtonim se qysh të gjithë së bashku, si një njeri i vetëm, jeni ngritur atëherë në këmbë dhe kini luftuar për independencën e asaj Shqipërie, për kufijtë e asaj Shqipërie dhe për nderin e asaj Shqipërie. Më të shumë të prej jush i njoh edhe më njihni personalisht. Kishim pra jo vetëm detyrën që të hynim në korrespondencë me ju, por edhe të drejtën. Me qindra letra ju janë dërguar, jo vetëm miqve tuaj si unë, por edhe prej vëllezërve, ushurimve, nipërve dhe ungjërve tuaj. Disave nuk u është kthyer përgjigje. Me çdo kusht ishte nevojë që të ndriçohej opinioni i tyre, që të vononin akoma të mësojnë edhe të kuptojnë të vërtetën. Dhe kjo e vërtet çdo ditë u bë më tepër tragjike. Krimet e komunistëve gjatë luftës i vazhduan krimet të tjerë, ekzekutimet pa gjyq ose me gjyq rrugësh, me ligje dhe pa ligje, vajtën duke u shumëzuar. Perëndia vetëm e di numrin e atyre që janë mbytur. Më të shumë të tas ekzekutoheshin, as edhe masakroheshin në burgje.
por vriteshin e çpoheshin me thik në u dhe sipër. Sot vallë janë të burgosur 16.000 apo 26.000, sa prej tyre gjenden të smurë dhe gati për vdekje. Sa familje gjenden të internuar në kruj, berat e gjetë. Doni të pyesni për reforma? Ju a them unë. Reforma më e bukur në krijimin e së cilës komunistët e Shqipërisë kanë rrëfyer një zotësi dhe një inteligjencë të vërtet, është frika. Nëna dhe babai të kenë frikë nga çupa, edhe nga djali i tyre. Shqiptari të dridhet nga fisi më i afërt i tij, se mos veje ta kallëzoj tek policia, simbas sistemit të rus, GPU edhe NKVD. Lumturi e popullit? Vërtet një lumturi e mirë, bujqve, katundarve edhe atyre që nuk kishin asgjë. Qeveria demokratike dhe popullore e Enver Hoxhës u ka dhënë nga një pëllëm dhe. Por gjithë produkti i djersës së tyre, veten në ambar të qeverisë dhe i gjori bujk. Katundar ose proletar, duhet që të vej çdo javë në zyrë, të marrë tek nënpunësi komunist kafshatën e gojës. Qysh në fillim të regjimit, komunistët, gjithë mallrat, ilaçet, veglat e mjekësisë dhe të kirurgjisë, çdo gjë që u gjend në drogeritë dhe depozitat e Shqipërisë, u dërgua tek Xhaxha Tito, dhe kjo për shpërblim të shërbimit që bëri Titoja, duke vrarë afro 50.000 shqiptar të Kosovës. Vajtën lesht, lëkurët, benzina edhe nafta, edhe ato në Jugosllavi. Shumë nga sendet që u jep organizata UNRRA shkojnë në Jugosllavi ose u dorëzohen vetë besnikëve të regjimit komunist. Fakir fukaraja në mundshin edhe në gjeçin le të hanë hithra. Mish nuk tregtohet më në Tiranë, të shitet e të blihet. Për rroba, mveshje e mbajtje, polhur, stofra e të tjera, mos bëni fjalë, se dyqanet që kishin qenë plot me plaçka sot janë zbrazur. Edhe në ka, edhe të shitet ndonjë gjë, i jepet vetëm atyre që kanë marrë bileta nga qeveria. Kjo është situata e Shqipërisë. Kjo është gjendja e të gjorëve shqiptar që kanë lumturinë të rrojnë në hijen e demokracisë së Tiranës. Për fat të keq, dëmet nuk janë vetëm materiale. Për Shqipërinë e gjorë, me jo më tepër se 1 milion njerëz, sikur nuk ishte mjaft kjo luftë e përbotshme dhe pushtimi i huaj. Sikur nuk ishte mjaft lufta italo-greke, që u zhvillua në tokën arbërore dhe shkaktoi një shumicë rënimesh, njerëzish dhe banesash, por ja se ku vjen edhe kolera e kuqe e komunizmës, që me dorën e shqiptarit të therë shqiptarin, të sjell një mizerje dhe një vuajtje që nuk e ka pësuar kur gjerm sot vendi ynë. Me mira njerëz u zhdukën nga dora tradhtare e komunistëve. Ashtu edhe me qindra milion që franga ari u shkrin në zjarr për qefin e të kuqve. Nuk e di cili do të ketë mbetur i padëmtuar materialisht edhe moralisht, nga miqt që kemi lënë në Shqipëri. Cili nga antarët e fisit edhe nga të afërmit do t'i ketë shpëtuar dorës gjaksore. Të mos kishte ardhur komunizma, sot Shqipëria mund të ishte vendi më i qetë dhe më pak i dëmtuar i Europës. Mbi gjithë këto vuajtje materiale, shtoi edhe pësimet shpirtërore të një populli të tërë që i shembet vatra, që i shuhet zjarri, që i thyet gjithë e ardhmja dhe i hapet një umner në jetën e tij, mosbesim nga çupa, djali, motra, nëna, babai, dashuri, fisi, fqinji, në një fjalë, përmbysja e ekuilibrit moral dhe shoqëror. Si do ta mbledhë gjori njeri veten e tij mbas kësaj katastrofe dhe çysh do të bëhet i Zoti të fillojë jetën normale. Mos më flisni për shërbimet politike që mund të kenë bërë komunistët duke luftuar okupatorin. Trimëria e tyre ka qenë kufizuar me të djegur, me të vrarë shqiptar, me të shkatërruar 10 qytete dhe disa qindra fshatra, që do t'ishin si rojtar të atdheut. Shtonin mbi këto edhe rënimet e Tiranës, që u shkaktuan prej komunistëve, bashkë në orën, tek po iknin gjermanët. Doni të bëjmë fjalë për efektin politik që pati instalimi i regjimit moskovit në Shqipëri? Tema imediate e politikës së çetës komuniste në Tiranë ka qenë prishja e marrëdhënieve me 2 fuqitë aleate, Angli dhe Amerikë. Të 2 fuqitë liberale të botës janë armiqësuar me klanin demokrat të Tiranës nga shkaku 1. Se agallarët e kuqe kanë kallur Shqipërinë në zgjedhjen e Rusisë edhe të Serbisë. Enver Hoxha dhe banda e tij përgatisin plane në ç'mënyrë ta bëjnë Shqipërinë një provincë serbe. Edhe mbasandaj kanë guximin të thonë se kanë luftuar për lirinë e Shqipërisë.
se sejmenët e Rusisë afro 6.000 njerëz, oficer, nënpunës, profesor, industrial, organizator, ushtarak, por kryesisht spione dhe polic të GPU-s, sot janë sundonjësit e vërtet të tokës shqiptare. Se sjellja e autoriteteve të Tiranës ka qenë armiqësore dhe pa edukat. Ky brutalitet me qëllim fyes kishte filluar kundrejt aleatëve që në fund të vitit 1945. Por dy veprime, më me rëndësi akoma, u bën shkak që bota e tërë, ajo botë që dëshiron paqe dhe drejtësi, të ndjejë një zemërim dhe një urrëtie kundrejt qeverisë së Tiranës, dhe këto janë të prurët e Rusisë gjerë në Sazan dhe në Saran, domethënë në detin Jon dhe afër Mesdheut Lindor, të qelluarit me top të vaporëve anglez të luftës nga bregu i detit shqiptar. Nga kjo keqsjellje qeverisë kuislinge të Tiranës, themi kuislinge se nuk mund të quhet shqiptare një qetë që merr urdhër së jashtmi dhe aq më tepër për një shteti si Serbia, që gjithnjë ka rrëfyer armiqësi kundër Shqipërisë. Qeveria greke ka gjetur një shkak, një pretekst për të formuluar pretendime absurde kundër vendit tonë dhe kërkesat e saj kanë zgjuar një ehon të favorshme pra njërit prej shteteve të mëdhenj, të cilëve u cënohen interesat jetike të tyre, kur Shqipëria sjell Rusinë në mesdet. Tani, miqtë e mi, nuk dua t'ju them fjalë të tjera, po u drejtohem ndërgjegjës dhe ndjenjave tuaja. Mos kini nevojë as për këshilla, as për lutjet e mia. Kolonitë tona, patriotizmën edhe shërbimin për atë dhe e kanë në tradit. Detyrën tuaj ju arrëfen ndjenja juaj njerëzore dhe inteligjenca juaj. Këtë letër po u drejtoj atyre që e din çdo të thotë dashuri e prindërve, që e ndjejnë mallin e adheut dhe që mbajnë gjithnjë gjallë nostalgjinë e vatrës së largët të tyre. Gjaku ujë nuk bëhet, as edhe njeriu nuk mund të bëhet bish. Komunizma nuk kam as më të paktin dyshim që e keni kuptuar edhe vetë është sëmundje e tmerruar si tërbimi i qenve dhe ujqërve. Është një kolerë që nuk shkatëron vetëm trupin, por edhe më tepër akoma zemrën dhe shpirtin e njeriu. Jam i sigurt që asnjërit prej jush nuk i pëlqejnë këto sëmundje. Prandaj edhe juve ju bie një detyrë, edhe më urdhëronjse akoma, të hyni edhe ju në udhën antikomuniste që ka filluar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Amerikë. Mos harroni se Shqipëria gjendet në një moment delikat. Kujtoni përgjegjësinë tuaj përpara historisë. Kolonitë tona nuk mund të rrinë indiferente. Janë në vend të lirë, janë larg territorit, larg kanosjeve gjaksore të Koçit Zozve dhe çdo indiferencë të tyre kur adheu heq çaste agonie, merr formën e një krimi të urrejtshëm. Kemi sigurinë se ju do të mbushni detyrën tuaj. Do t'i bëni një mur komunizmës me vullnetin tuaj, me zemrën tuaj dhe me patriotizmën tuaj. Me këtë bindje, ju uroj shëndet dhe punë të mbar. Mitat Frashëri, në Mërgim, më 1 dhjetor.